Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, është personalitet i shquar dhe i nderuar, mbartës i cilësive të larta. Ai është i biri i Imam Aliut, përgjësi i besimtarve, i biri i Ebu Talibit. Nëna e tij, Fatime Zehraja, ishte e bija e profetit Muhammed, paqja e bekimi e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Gjyshja e tij ishte nëna e besimtarve, Hazreti Hatixheja, paqja qoftë mbi të. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, është nipi i dytë i të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Imami i tretë nga imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta. I pesti i pjesëtarëve të mantelit, njëri nga 2 borzilokët e të dërguarit të Allahut dhe zotëria e të rinjve të banorëve të xhenetit. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, lindi në ditën e 3 të muajit Shaban, 4 vjet pas hijretit në Medinë. Ai u rrit dhe u edukua me besim dhe devotshmëri nga zemra e Imam Aliut dhe nga prehri i zonjës së madhe Fatime Zehras. Udhëheqjen e filloi pas martirizimit të vëllait të tij, Imam Hasanit, paqja qoftë mbi të. Udhëheqja e tij zgjati afërsisht 10 vjet. Po përmendim disa prej mbiemrave me të cilët thirrej: Es Seidi, E Taibi, El Uefiu, El Mubareku, E Nafiu e të tjerë. Emër tjetër i tij, Ebu Abdullah. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, kishte 6 fëmijë. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, kishte një vend të veçantë tek i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Po përmendim një thënie të tij: Hyseini është prej meje dhe unë jam nga Hyseini. Allahu e do atë që e do Hyseinin. Hyseini është nip prej nipave të mi. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, karakterizohej nga virtytet më të larta të moralit. U shërbente njerëzve dhe përpiqej me mishe me shpirt për të siguruar atyre ndihmë dhe mbrojtje. Një prej 10 rasteve është edhe ngjarja me një beduin, i cili nuk ishte në gjendje të paguante paratë e gjakut që i kishte borxh. Imami bëri pagesën për të. Kur Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, merrte abdes, i ndryshonte ngjyra dhe i dridheshin duart. Një burr i tha: "Ka shumë frikë ke nga Zoti yt?" Imami ju përgjigj: "Në ditën e Kiametit, askush nuk është i sigurt nga dënimi, përveç atij që i friksohet Allahut në këtë jetë." Njerëzit e nderonin dhe e respektonin Imam Hyseinin, paqja qoftë mbi të. Ai u martirizua më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit hënor Hijri, apo më 12 tetor të vitit 680 sipas kalendarit gregorian, pas namazit të drekës në tokën e Kerbelas në Irak, nga dora gjakatare e ushtrisë së Jezidit, i biri i Muavijas, i privuar, i etur, i durueshëm dhe i shpërblyer. Ai ishte 58 vjeç dhe u varros në Kerbela. Paqja qoftë mbi Imam Hyseinin, paqja qoftë mbi të.